si bashkëkryetari i Partisë Guxo, edhe unë kam pas një propozim se si mund të dalim nga kjo situatë, dhe situata që duhet ofruar sipas përpamjes së Partisë Guxo është që thjesht të ketë marrëveshje politike për zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së kuvendit dhe nënkryetarëve. Kjo nënkupton që të kemi pakot marrëveshjes, po jo pakot të votimit të kryetarëve dhe nënkryetarëve të kuvendit të Kosovës. Njëra prej arsyeve kryesore pse ne vlerësojmë kështu është se rezultati i zgjedhjeve të datës 9 shkurt nuk mund të tjetërsohet në asnjë variant. Timi fshet nuk ndalohet as me kushtetut, as me rregullore punës kuvendit, në të kundërtën parashihen të tjera. Në përmbledhje, gjykata kushtetuese nëse ka dashur të jep rrugë për një proces që është në vazhdim, nuk ka dhënë rrugë, në fund ka ka ofruar një mundësi për interpretime ende më të larmishme, deri aty sa kemi pasur deklarime të përfaqësuesve të opozitës së deri tashme se nëse vazhdohet me seancën ashtu sikur ishte ndërprer para 3 dite, do të mund të ketë pasoja për të cilat nuk e dim se cilat janë.